Mediat e Erion Veliajt po mashtrojnë opinionin publik në lidhje me vendimin e marrë nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ka rrëzuar shkarkimin e Erion Veliajt, pra Erion Veliaj mbetet i shkarkuar. Mediat po përpiqen të thonë që është një fitore e madhe e Erionit. Nuk ka asnjë fitore të madhe të Erionit. Gjykata kushtetuese nuk ka pezulluar shkarkimin e Erion Veliajt, nuk ka anulluar shkarkimin e Erion Veliajt. Gjykata kushtetuese ka pezulluar datën e zgjedhjeve dhe vendimin e dekretit të presidentit derisa të shprehet ajo për ankesën e Erionit. Pra, ata mendje ndriturit që po na thonë fitoi Erioni apo Erioni u kthye në detyrë e tjerë, thjesht janë një tufë me gënjeshtra. E vërteta është se gjykata kushtetuese ka thënë pezullohet dekreti i presidentit derisa ne të marrim një vendim. Tani ne duhet të presim vendimin e gjykatës kushtetuese se gjykata ka disa opsione. Mund ta shkarkojë, pra të lërë në fuqi vendimin e shkarkimit, mund ta pezullojë shkarkimin dhe ta rikthejë në detyrë, mund të thotë dhe që nuk është kompetente, por është një gjykatë tjetër kompetente. Pra, Erioni dhe të tjerët kanë shanset më minimale dhe më të vogla për të fituar, por kur s'kan çfarë bëjnë, nga halli shpallin fitoren edhe kur humbin. Në fakt, sot nuk ka fituar Erioni. Presidenti është kushtëzuar për dekretin e tij dhe është pezulluar data e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Gjykata kushtetuese nuk ka rrëzuar asnjë nga aktet që shkarkojnë Erion Veliajin. Thjesht ka pezulluar përkohësisht dekretin e presidentit për datën e zgjedhjeve. Nuk ka një fitore, as të Erion Veliajt, as të opozitës, as të kujdo që po ulëret fitore. Për çfarë bërtasin fitore? Është të krejt normale, edhe po të jetë një dekret kushtetues i presidentit, gjykata kushtetuese ka të drejta pezullojë dhe ta shqyrtojë. Çfarë ka bërë gjykata kushtetuese? Thjesht e ka pezulluar, nuk ka rrëzuar aktet e shkarkimit të Erion Veliajt.